15 persona për momentin po trajtohen në klinikën për sëmundje kirurgjikale Shënomi Ohrit në Shkup, ndërsa 14 të tjerë tashme janë transferuar për trajtim të mëtutjeshëm në shtetet e fqinje dhe ato europiane. Drejtuesit e klinikës bëjnë të ditur për alesatë se në kujdes intenziv janë 4 pacient, ndërsa 4 të tjerë në shok dhomë. Gjendja shëndetësore e pacientëve të tjerë mbetet stabile dhe që të gjithë janë në kontakt të vazhdueshëm me të afërmit e tyre. Единствено посетата не е дозволена во одделот за интензивно лекување заради можноста од пренесување на инфекции, посебно во ваква, да кажем, вулнерабилна состојба на самите пациенти. И мислам дека наоѓаме на добро разбирање кај семејствата на повредените заради тоа што е објаснето дека тоа е буквално за добро на нивните најблиски, така да. Генерално оние кои што се на одделите имаат телефонска комуникација и во принцип во првиот ден имавме дозволено и поедини од нив да ги видат, знаете, кога тоа психички момент на блискост на семејството на едно на друго не можеме да го избегнеме, кој што ни е многу битен и во принцип и во процесот на лекувањето. Па оние кои што се со најлесен тип на изгореници генерално ке краток период, тоа е условно, нели краток период се 4-5 дена би можеле веќе да почнат и да напуштаат болницата, но за жал тоа е многу мал број од самите повредени, поголемиот дел од нив имаат поголеми изгореници и кои што локациски се најчесто во пределот на главата, вратот и горните екстремитети. Па во моментот имаме во Србија имаме 9 пациенти префрлено, имаме во Бугарија 20 пациенти, во Литванија 3 пациенти се префрлени, во Унгарија 1 пациент. Edhe familjarët të shtruarve vazhdojnë të mbeten në spital në pritje të përmirësimit të gjendjes shëndetësore të afërmëve të tyre. Pavarësisht tentimeve të vazhdueshme të Alsat, familjarët të sërish refuzuan prononcimin para kamerës, me arsyetimin se nuk janë në gjendje për të thënë asnjë fjalë për tragjedin që pësuan fëmijët ose të afërmit e tyre. Ministria e Shëndetësisë tashmë ka bërë të ditur se në koordinim me Spitalin Psikiatrik dhe Klinikën e Psikiatrisë po formohen ekipe të lëvizshme të përbëra nga psikiatër dhe psikolog, të cilët do të ofrojnë mbështetje psikologjike për familjet dhe pacientët. Nga shëndetësia thonë se të gjithë ata që kanë nevojë për këshillim ose ndihmë, është e disponueshme linja telefonike 078 378 754, përmes së cilës profesionistë të fushës do të ofrojnë mbështetje psikologjike. Si pjesë e kësaj nisme, një ekip i lëvizshëm i përbër nga 2 mjekë dhe një psikolog do të angazhohet edhe në Koqan, me qëllim ofrimin e mbështetjes psikologjike të duhur dhe në kohë për qytetarët.